me shqiptarët e diasporës. Mori fjalën Edi Rama, armiku më i egër i kombit shqiptar pas Enver Hoxhës. Ai është armik i egër i interesit kombëtar, i vokacionit perëndimor dhe vetë ekzistencës së shqiptarëve si kombë. Njëkohësisht është dhe hajduti më i madh i të gjitha kohrave i fondeve dhe pasurive publike të këtij vendi. Një ndër analistët më të shquar të Europës e ka quajtur Edi Ramën për shërbimet që i ka bërë Serbisë si kryeministrin më të mirë të këtij vendi pas Nikola Pashiq. Aq e vërtet është se pas Enver Hoxhës, që deklaronte me krenarizë se Kosovën ja lam serbëve, Edi Rama në këto vite pushteti është tradhtari më i madh i Kosovës dhe kombit shqiptar. Fill pas ardhjes tij në pushtet, Edi Rama si argati Vučićit u angazhuar direkt në projektin e ndryshimit të kufive dhe ndarjes së Kosovës. Pas dështimit të këtij projekti antishqiptar, ai bashkë me patronin e tij Vučić dhe veglin e tyre Zajev themeluar në samitin e Novi Sadit, mini Schengenin ballkanik apo Ballkanin e hapur. Në hartën zyrtare të kësaj aleance trilaterale Beograd-Tiranë-Shkup, Republika e Kosovës paraqitej e integruar tërësisht brenda hartës së Serbisë së Madhe. Kjo aleancë, që de facto dhe de jure sankciononte hegemoninë politike dhe ekonomike të Serbisë në rajon, rikthimin në një farë mënyrë të mini Jugosllavisë të dominuar nga Serbia, u mbështet haptas dhe fuqishëm nga Sergej Lavrov dhe përfundoi në koshin e turpit të historisë, pasi u hodh poshtë nga vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Edi Rama u bë publikisht avokati më i turpshëm, më i zellshëm i Aleksandar Vučić dhe i Rusisë së vogël në Ballkan pas agresionit rus në Ukrainë. Ndërkohë që Bashkimi Evropian dhe NATO vendosen sanksione ndaj Rusisë, Edi Rama kalonte nga samiti në samit duke hequr çdo maskë dhe insistuar që Serbisë, padronit tij Vučić, të mos i kërkojë zbatimi sanksioneve ndaj Rusisë me argumentin absurd se Beogradi nuk mund t'i zbatojë ato, madje është më mirë të mos i kërkohet dhe të mos i zbatojë. Më tej, pas një tagër, ai mori përsipër projektin e asociacionit të komunave serbe, i cili synonte rikthimin e shtetit serb në territore të gjëra të Kosovës dhe asgjësimin e pavarësisë saj. Edi Rama këtë projekt e mori direkt të firmosur nga patroni i tij Aleksandar Vučić. Edi Rama u tregua armik i egër i shqiptarëve, i Kosovës, mbasi ai do ishte i pari në Europë që propozoi dhe vendosi sanksione ndaj qeverisë dhe Republikës Kosovës, duke deklaruar dhe deklaroi se veriu i Kosovës është toka e askujt dhe se Kosova rrezikonte të kthehej në kohën e bronzit dhe më vonë
kërkoj publikisht dhe loboj haptas për mosheqjen e vizave për shqiptarët e Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe kjo edhe pasi vendimi ishte marrë. Puthatori i Beogradit hyri në historinë botërore si i pari kryeministër që ngriti padi në gjykat ndaj kryeministrit të një vendi tjetër, si në rastin konkret ndaj Ramush Haradinajt, kryeministrit të Kosovës, dhe vetëm sepse ky i fundit mbronte integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit tij nga planet Rama Vučić. Edhe pas aktit terrorist në Banjsk, në vend që të denonte me forcë falangat e Beogradit, Rama kërkoi menjëherë, brenda orë, konferencë ndërkombëtare për Kosovën, duke tentuar në këtë mënyrë të përfshinte Rusinë në tryezë në krah të Aleksandr Vučić dhe kundër interesave të shqiptarëve në Kosovë dhe rajon. Ai nuk gjeti një fjalë të vetme të ngushëllonte fjalët e dëshmorit të dheut që ra në Banjsk në mbrojtje të territorit të Kosovës. Së fundi, Edi Rama mund të shpallet panic emeritus i Serbisë pasi në politikat e tij ka tejkaluar edhe platformën e Vaso Čubrilovićit për dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Shifrat janë alarmante. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit janë larguar 1.990.000 shqiptarë, së bashku me emigrantët në vende tjera janë rreth 45% e popullsisë të larguar nga vendi. Ndërkohë, në vitet 2007-2014, numri i shqiptarëve në Shqipëri u rrit çdo vit. Edi Rama është armik i lirisë së shqiptarëve sepse sipas të gjitha dokumentave dhe raporteve ndërkombëtare, ai ndërtoi për interesat pushtetit tij në Shqipëri narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, duke damkosur në këtë mënyrë Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Duke u lidhur me kartelet e drogës, ai shkëndroi procesin zgjedhor në një farzë zgjedhore, asgjësoi shtetin ligjor dhe sfundi me mburojnë kundër vjedhjeve të tij dhe bashkëpunëtorëve familjarëve të tij, ai po mbyll dyert e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Mitën e diasporës, Edi Rama foli edhe për drejtësinë sipas tij të pavarur në Shqipëri, duke thënë se qeveria ishte ajo që i dha shpatën për një drejtësi të barabartë dhe sot askush nuk është mbi ligjin. Si komentoni këto deklarata që vijnë pikërisht pasi qeveria socialiste me fuqinë e kartonëve në kuvend u bë bllokadë e drejtësisë për Belinda Ballukun? Faleminderit. Edi Rama në mediat ndërkombëtare është bërë barsolet tani, siç mund ta keni parë ju, citimet që i bëjnë. Por unë po citoj vetëm se dje ai deklaroi se shpata e drejtësisë është në zyrën time. Tani ta kuptojnë mirë shqiptarët dhe partnerët tanë se çfarë drejtësie ka Shqipëria.